Të nderuar teleshikues të drita televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 28 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. Njëzet korrik. Ngjarje 1493, zjarri i madh në Moskë. 1540 u ekzekutua Thomas Cromwell me urdhër nga Henry VIII i Anglisë në akuzën e tradhtisë. Në të njëjtën ditë u martua me gruan e 5 që më vonë edhe atë e vret në të njëjtën akuzë. 1821 Peru, José de San Martin shpall pavarësinë nga Spanja. 1914 Austro-Hungaria i shpall luftë Serbisë. 1943 Mbretëria e Bashkuar bombardon Hamburgun, duke shkaktuar zjarr i cili u merr jetën 42.000 civilëve gjermanë. Lindje 1874 lindi Joaquín Torres Garcia, piktor nga Uruguay. 1887 lindi Marcel Duchamp, piktor francez. 1938 lindi Arsen Dedić, kantautor kroat. 1938 lindi Alberto Fujimori, politikan peruan. 1941 lindi Ricardo Muti, dirigent italian. 1945 lindi Jim Davis, animator, vizatues amerikan. 1951 lindi Santiago Calatrava, arkitekt spanjoll. Vdekje 1750 vdik Johann Sebastian Bach, kompozitor gjerman. 1808 vdik Selimi III, sultani perandorisë osmane. 1930 vdik Alvar Gustrand, okulist suedez. 2002 vdik Archer John Porter Martin, kimist britanik, fituesi i Nobelit në kimi. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Robert Oppenheimer, i cili është një fizikant i njohur. Robert Oppenheimer, ose siç njihet ndryshe Julius Robert Oppenheimer, ka lindur më 22 prill të vitit 1904 në New York dhe ka vdekur më 18 shkurt të vitit 1967 në New Jersey. Ai ishte fizikant, teorik amerikan dhe administrator i shkencës, i shënuar si drejtori i laboratorit të Los Alamos gjatë zhvillimit të bombës atomike dhe drejtori i Institutit për Studime të Avancuar në Princeton. Akuzat për pabesi truan në një seancë dëgjimore qeveritare që rezultoi në humbjen e lejes së tij të sigurisë dhe të pozitës së tij si këshilltar në nivelet më të larta të qeverisë amerikane. Rasti u bë një shkak i famshëm në botën e shkencës për shkak të implikimeve të tij në lidhje me çështjet politike dhe morale që lidhen me rolin e shkencëtarëve në qeveri. Oppenheimer ishte djali i një emigranti gjerman i cili kishte bërë pasuritë e tij duke importuar tekstile në qytetin e New Yorkut. Gjatë studimeve të tij universitare në Universitetin e Harvardit, Oppenheimer shkëlqeu në latinisht, greqisht, fizik, kimi. Gjithashtu botoi poezi dhe studioi filozofinë lindore. Pas diplomimit në vitin 1925, ai lundroi për në Angli për të bërë kërkime në laboratorin Cavendish në Universitetin e Cambridge-it, i cili nën udhëheqjen e Lord Ernest Rutherford kishte një reputacion ndërkombëtar për studimet e tij pionere mbi strukturën atomike. Oppenheimer pati mundësinë të bashkëpunonte me komunitetin shkencor britanik në përpjekjet e tij për të çuar përpara kauzën e kërkimit atomik. Max Born e ftoi Oppenheimer në Universitetin e Göttingen, ku u takua me fizikantë të tjerë të shuar si Niels Bohr dhe ku në vitin 1927 mori doktoraturën e tij. Pas vizitave të shkurtra në qendrat shkencore në Leiden dhe Zürich, ai u kthye në Shtetet e Bashkuara për të dhënë mësime fizike në Universitetin e Kalifornisë dhe në Institutin e Teknologjisë në Kaliforni. Në vitet 1920, teoritë e reja kuantike dhe relativiteti
gati, po tërhiqin vëmendjen e shkencës. Kjo mas ishte ekuivalente me energjinë dhe se materia mund të ishte si val, ashtu dhe trupore, implikime që shiheshin vetëm pak se në ato kohë. Ulëmtimet e hershme të Oppenheimer ju kushtuan veçanërisht proceseve energjetike të krincave nënatomike, duke përfshirë elektronet, pozitronet dhe rrezet kozmike. Ai gjithashtu bëri një punë novatore në yjet neutrone dhe vrimat e zeza, që kuantoteknoloria që ishte propozuar disa vite më parë, posti universitar i dha atij një mundësi të shkëlqyer për t'i kushtuar të gjithë karrierës së tij eksplorimit dhe zhvillimit të rëndësisë së tij të plotë. Përveç kësaj, ai trajnoi një brez të tërë fizikantësh amerikan, të cilët ju ndikuan shumë nga cilësitë e tij të leadershipit dhe pavarësisë intelektuale. Në vitin 1963, presidenti amerikan i atëhershëm Johnson i dha Oppenheimer çmimin Enrico Fermi të Komisionit të Energjisë Atomike. Oppenheimer doli në pension nga Instituti për Studime të Avancuara në vitin 1966 dhe vdiq nga kanceri i fytit vitin e ardhshëm. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlera vushyese të karkalecave të detit. Këto specie të vogla të botës nënujore janë të pasura me vlera shëndetësore fantastike, e për këtë arsye, por edhe fal freskisë së tyre, ato renditen në 10 ushqimet më të konsumuara dhe më të preferuara. Ato përmbajnë proteina, vitamin D, vitamin B3 dhe zink, e rrjedhimisht një ushqim pa karbohidrate që është fantastik për njerëzit që duan të bien e fresh. Zinku, sidomos tek ata që kanë mungesë të theksuar të tij, rrit nivelet e leptinës, një hormon që luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e akumulimit të yngjyrnave, oreksin dhe shpenzimit të energjisë. Nivelet e pamjaftueshme të leptinës besohet se janë shkaku kryesor i ngrënies së tepërt dhe fiksimit me ushqimin. Gjithashtu ato përmbajnë dhe jod. Jodi që gjendet te karkalecat e detit ndihmon funksionimin normal të gjendrave të tiroides që kontrollojnë ritmet e metabolizmit të trup. Mungesa e jodit e çrënton aktivitetin e tiroides, më pas çon në shtim peshe. Karkalecat janë një burim unik antioksidantësh dhe substancash antiinflamatore. Antioksidantë si astaksimina ndihmojnë sistemin nervor dhe muskujt. Studimet kanë treguar se dozat e këtij antioksidanti ndihmojnë në uljen e rrezikut nga kanceri. Karkaleci i detit është gjithashtu i pasur me selenium, mungesa e cilit shkakton sëmundje të rëndë zemre, diabet tipi 2, komprometon aftësitë mendore dhe shkakton depresion. Nëse jeni të rrezikuar nga këto simptoma dhe sëmundje, atëherë karkaleci i detit duhet të jetë pjesë e dietës suaj. Karkalecat e detit kanë sasi të pazakonta bakri, duke u bërë një nga ushqimet nënujore më të pasura me këtë mineral dhe duke e kaluar dhe peshqive. Gjithçka varet nga një proteinë e pasur në bakër që gjendet te karkaleci i detit dhe që njihet si hemocianin. Nga ana tjetër, karkaleci i detit futet në listën e ushqimeve që duhen shmangur pasi rrit sasinë e kolesterolit. Në 110 gram karkaleca gjenden 220 mg kolesterol, ndaj ky pretendim është mos i drejtë. Megjithatë, pavarësisht përmbajtjes së lartë të kolesterolit, studime të tjera kanë treguar që yndyrnat e karkalecit të detit kanë dhe aspekte të tjera të mira, siç është omega 3. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 28 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë vendin. Gjatorëve të pasites në relievet malore e lindore pritet vranësira të pakta kalimtare, pa zhvillime të rëndësishme dhe pa rreshje domethënëse. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasitja vjen me një mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë në 40 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 13 orë me diell. Era do të fyre lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë shumë i lartë rreth 9 deri në 10. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:10 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 40 gradë Celsius. Kukës
20 deri në 36 gradë. Peshkopi 19 deri në 34 gradë. Tiranë 25 deri në 39 gradë. Durrës 26 deri në 35 gradë. Kavaj 25 deri në 35 gradë. Elbasan 24 deri në 39 gradë. Berat 24 deri në 40 gradë. Korçë 18 deri në 32 gradë. Florë 24 deri në 34 gradë. Gjirokastër 20 deri në 33 gradë. Sarand 26 deri në 34 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod i qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Vetëm në relievet malore i gjatorëve të pasdites mund të ketë vranësira të lehta kalimtare pareshje. Praditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 28 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 18 deri në 35 gradë Celsius. Podujev 17 deri në 34 gradë. Skënderaj 18 deri në 35 gradë. Pej 18 deri në 35 gradë. Prishtinë 18 deri në 35 gradë. Gjakov 19 deri në 36 gradë. Malishev 19 deri në 36 gradë. Qilan 18 deri në 35 gradë. Ferizaj 18 deri në 35 gradë. Kaçanik 17 deri në 34 gradë. Suharek 19 deri në 36 gradë. Prizren 19 deri në 36 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.